Mirëmëngjes, Marcela. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Si po e nisim ditën sot? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po filloj unë. Dita ime ka nisur shumë e bukur. Jam mësuar që në 6:30. Kam organizuar gjithë ditën sot. Jam shumë afër zyrës. Takimin e parë kam në orën 10. Super. Shumë mirë. Edhe unë në 6:30 kam nisur ditën sot, por e kam nisur me lexim. Kam lexuar sa faqe nga një libër i Giuseppe Venturielos, që sapo ka dalë në treg në Itali. Kam bërë gjysmëore role play me një kolegun tim italian. Dhe tani u bëra gati për të filluar trajnimin. Okej, jemi gati. Atëherë po fillojmë. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ta fillojmë të ditën me një pushëshje, se sot e kemi edhe ditën me qiell. Mirëmëngjes të gjithëve. Edhe me energji. Sepse për më vonë energjia është po aq e rëndësishme sa edhe kompetencat apo aftësitë që duhet të ketë një agent imobiliar. Po e fillojmë me një pyetje, me që jemi tek energjia. Pse kur kthehemi në shtëpi e vëm telefonin në karikim? Kush do përgjigjet? Pse e vëm telefonin në karikim? Për të marrë energji. Për të marrë energji. Se shkarikohet, se punojmë, e përdorim gjatë ditës, apo jo? Po veten tonë e karikojmë? Pyetja e radhës. Po e karikojmë, flemi shumë dhe karikohemi. Jo. A i japim ne rëndësi vetes ashtu si që japim rëndësi edhe instrumenteve? Pra si që japim rëndësi telefonit që shkojmë dhe karikojmë me vrap apo bos të ngira pa bateri edhe nuk kam bateri, po vetes toni japim rëndësinë e duhur? E vendosim në qendër të vëmendjes? Unë mendoj se nuk jap vetes rëndësi dhe energji mjaftueshëm, por më shumë energji dedikohet punës dhe ndjekjes me klientët, çapimin, telefonata, takimet. Shumë e vërtet është kjo që thot Marcela. Realisht ne nuk e vëm veten shumë në qendër të vëmendjes. Është një nga dobësitë, nga pikat e dobta që kemi neve. Në punën tonë, ne më parë luftoni me tregun, ndërsa tash luftojmë me një armik tjetër të padukshëm, që është, kush është? Koha. Përqendrimi. Koha. Dhe një gjë tjetër e padukshme është edhe inteligjenca artificiale. Sot një klient, nëse do të gjejë një informacion, nëse i duhet një çmim mesatar i një zone, apo se nëse i duhet të kërkojë një apartament, edhe në 12 natës, hap telefonin, sepse çdo gjë tashmë është përqendruar tek telefoni, edhe nëpërmjet internetit gjen gjithçka apo jo. Ndaj, pyetja kryesore që ne duhet t'i bëjmë vetes ndonjëherë është: a jam unë agenti imobiliar që do t'i besoja shitjen e pronës time? Sikur të shisja unë pronën time vetë. A jam unë agenti imobiliar i duhur? E keni bërë ndonjëherë këtë pyetje? Të them unë diçka? Po, patjetër. Unë kam një moto tjetër, e di çfarë them? Që do Zoti të gjej dikë të aftë dhe jo të aftë, se të aftë e vlerëson disi, po në investimet që duam të bëjmë, dua të gjej se kur negocion për veten tënde është pak e vështirë. Por kur e realizon punën për dikë tjetër, dhe gjithmonë i them Gentit që të gjejmë dikë që të arri dhe të na ofrojë shërbimin që na ofrojmë. Po, të gjej dikë që tjetë më i mirë se sa neve. Në fakt, unë për shembull jam ndier shumë e sigurt kur trajtoja një çmim për veten time, sesa kur trajtoja një çmim për një klient.
më ka rastisur kështu. Pra kur kam bler një herë një pronë, qëndrova aq e fort përpara klientit shitës, sa s'ma bëri syri tërë. Thash, okay, po deshe kaq dhe ka ndëjt klientin mbas 6 muajsh më është rikthyer prapë më tha do vish ta marrësh pronën apo jo. Në atë çmim që propozon ti. Pra këtë gjë duhet ta bëjmë. Edhe duhet ta pyesim veten, a jemi ne agenti i duhur për të shitur edhe pronën tonë? Pra, a jemi aq të fortë, a ndihemi aq kompetent përpara klientëve? Tema që do flasim sot, dua që nëse keni diçka të shkruani fjalën dhjetor. Jemi në fund të vitit, në muajin e 12 të vitit. Kështu që dua që të kthehemi çik në introspektivë dhe t'ju bëj edhe që të reflektoni nëpërmjet disa pyetjeve, të cilat dua që t'i kushtonin çik vëmendje. Okej, sa është data sot edhe sa jam unë duke menduar për janarin? Sot është data 10 apo jo? Ju kam këtu apo jo? Po. Pra, ta bëjmë çik interaktiv. A jemi duke menduar për janarin tash? Po. Apo jemi duke punuar akoma fort për dhjetorin? Ende për dhjetorin edhe plane për janarin. Okej. Siç e dim, në biznes, ose jemi përpara edhe mbrapojmë, ose jemi mbrapa edhe ndjekim të tjerët që janë para nesh. Sa konstant kemi qenë gjatë vitit 2025? Kush për jush do më thot nga 100 në 100%, sa konstant keni qenë në punët që keni bërë, në veprimet që keni bërë gjatë gjithë vitit? Hajde, Desara, sa konstant keni qenë gjatë 2025-ës? Po jap një 52. 52? Po. Okej. Ka dikush tjetër që do të përgjigjet se sa konstant ka qenë gjatë gjithë vitit? Okej, ja bëni vetes të pyetjen edhe përgjigjoni. Në fund javë mund ta shkruani vetë se sa konstant keni qenë në një copë letër. A e keni arritur objektivin e 2025-ës? Jemi afër. Jam afër. Desara është afër. Marcela duhet ta ketë kaluar. Ina më falë, se jam duke të dëgjuar me kufje dhe jam brenda zyrës tani. Edhe vajta te telefoni për të hapë zërin. Jo, nuk e kam kaluar në 100%. Gjithsesi, jam konstante baras me vitin e shkuar. Okej, nëse po marr shembull Desarën, që thotë që kam qenë konstante 52% në 2025-ën. Nëse në 2026-ën Desara do kaloj në 50%. Desara të ardhurat do rriten apo do ulen? Do rriten. Do rriten. Dhe 52 janë nga prilli dhe mbrapa. Se deri në prill mund të kem qenë diku te 30. Okej. Pra, sot ne jemi ajo që kemi zgjedhur që të ishim dje, ajo që kemi zgjedhur dje. Kurse nesër do jemi ajo që do zgjedhim sot të bëjmë. Jemi në dhjetor. Në cilat aktivitete po fokusohemi sot? Kush janë aktivitetet kryesore që ne po fokusohemi? Jemi duke u marrë me negociatat aktuale, pra që kemi nisur, kemi pas në proces. Kemi prona që i kemi në proces shitja, pra jemi duke mbyllur kontratat dhe po presim të argëtojmë. Jemi duke bërë follow-up, apo jemi duke bërë prospekt. Kush nga ju mund të më thotë në cilët nga këto fazat jemi në dhjetor? Okej, ne na ndodh që shpesh. Mundem të përgjigjem? Se erdha prapë telefoni. Okej. Unë personalisht jam duke prospektuar për 2026 dhe jam duke bërë një fushat prospekti në 2 zona të dedikuara, ndërkohë duke qenë se kam
tjetra, kontrata ekskluzive për shitje, janë duke u fokusuar që të realizoj shitjen e këtyre produkteve që kam aktualisht. Super. Ja, këtu duhet bëj një agent model, një top performer. Shpesh ne jemi viktima të rezultateve tona. Kategoria jonë është një çik e veçantë, pasi ne rrallë herë jemi viktima për atë rezultatit dhe nuk jemi të përgjegjshëm për procesin edhe gjatë procesit që na çon drejt këtyre rezultateve. Kur them që jemi viktima të rezultatit, do thotë që gjendemi shpesh herë edhe të mbërthyer nga ankthi i punëve që kemi dhe harrojmë pastaj të japim vetes atë shtysën, atë energjinë pozitive të veprimeve apo objektivave të cilat ne duhet të përqendrohemi në të vërtetë. Nuk duhet të mbetemi gjithmonë në këtë ankth. Duhet që ta tejkalojmë këtë, nuk duhet ngelemi tek ankthi i arktimit të shitjeve. Për shembull, nëse është nisur një proces, pra është arritur, është firmosur kontrata, nuk duhet të rrim të varur akoma derisa ta arktojmë. Ne duhet të ecim përpara me shitjet e tjera, apo me prospektin, apo me proceset e tjera që ne kemi në vijim, apo me objektivat e procesit, ashtu siç folëm dhe herës tjetër. Kur përqendrohemi tek këto objektiva, ne arrim të zhvillojmë në fakt edhe një forcë kontrolli të gjithë aktivitetit tonë të punës. Në fund të fundit, ne duhet kemi një gjë të qartë. Për çfarë paguhemi? Ne paguhemi për të zgjidhur problemet e klientëve, jo për zgjidhur problemet tona, apo jo? Dhe cila do jetë zgjidhja? Të fokusohemi gjithmonë tek objektivat e procesit. Jo tek frika e shitjeve, jo tek frika e arktimit. Pasuria e vërtet qëndron gjithmonë në kontrollin e biznesit. Sa më në kontroll ta kemi në biznesin, aq më të qetë duhet jemi dhe aq më larg këtyre ankthit duhet jemi. Cili është aktiviteti më i rëndësishëm i punës tonë? Unë kam më shumë se 8 vite që ushtroj këtë profesion, edhe çdo vit kur afrohemi në muajin e dhjetorit, pjesa më e madhe e agentëve imobiliar çfarë bëjnë? Ndjekin një model zakonshëm. Përpiqen gjithmonë që të mbyllin ato gjërat që kanë nisur. Përpiqen të mbyllin një kontratë qeraje, apo një kontratë shitje, apo të bëjnë listimet që kanë pas në proces që kanë qenë pezull. Dhe shpesh herë harrojmë gjën më kryesore, detyrën kryesore tonën që është prospekti apo jo. Gjetjen pra e personave të motivuar që duan të shesin. A jeni dakord me mua që si agent imobiliar duhet të përqendrohemi më shumë tek ato veprime që janë të dobishme se sa tek ato që neve na pëlqejnë të bëjmë? Çfarë ndodh? Shpesh herë në dhjetor është fundi i vitit dhe ato që bëjmë ne është tani e bëra gjithçka, tani do pres janarin, paroba. Dhe fillon që fillimi i dhjetorit që jemi duke pritur çfarë do ndodhi në janar. Cilit prej jush i ka ndodhur që duke folur me një shitës apo me një blerës, të ketë dëgjuar pikërisht të gjën. Flasim në janar. Ju ka ndodhur apo më ka ndodhur vetëm mua? Po. Okej. Po pse pjesa më e madhe e klientëve na thon këtë gjë sipas jush? Çfarë i transmetojmë ne klientëve në këtë periudhë? Ne i transmetojmë shtyrja fatesh, ne i shesim fjalën nesër. Pra duke i thënë shifemi në janar, klientin shikon që sjellja jonë nuk është e vendosur, apo nuk transmeton siguri, apo një shtysë të fortë që ai të shesi pronën apo të blejë një pronë sot. Ndaj ne i krijojmë atyre idenë që kjo periudhë e vitit nuk është periudha më e mirë. Pra, nuk shiten prona në këtë moment. E megjithatë, unë po i them që periudha më e mirë e vitit, kur ka më pak konkurrencë dhe më shumë mundësi për të shitur një pronë, është pikërisht kjo. Sepse të gjithë agentët mendojnë këtë gjën që tani nuk shiten. Tashi e kemi mendjen tek viti i ri, tek baklavaja, tek përsheshi, tek gjeli, tek dhuratat që do bëjmë, apo jo? A është e vërtet apo jo? Në këtë periudhë të vitit, a ndodh që një klient të ketë më pak oferta apo telefonata nga një agent imobiliar, pra sa i telefonojmë neve
klientët për t'i dhënë oferta ose për t'i bërë një follow-up. Shumica e agjentëve imobiliar jam e sigurt që nuk e bëjnë këtë gjë. Atëherë ne që jemi agent profesionist apo ne që jemi doktor imobiliar, po them, po i drejtojmë më shumë këtu edhe kolegëve të mi pjesë të coaching të MMO-s, që kemi një metodë që telefonojmë, që caktojmë një takim, që para kualifikojmë 2 herë, që prezantojmë ndryshe kur shkojmë bëjmë një takim për të marrë një listim. A kemi më tepër shanse që ta listojmë një pronë tani në këtë periudhë dhe ta shesim? Po apo jo? Igli, Gjensila, Desara, ju ka këtu? Po. Okej. Atëherë, duhet kemi një parim. Kur jemi në punë, ne duhet shfrytëzojmë maksimumin tonë. Kur jemi në pushime, të mos mendojmë për punën. Nëse i ngatrojmë këto të dyja, nuk do kemi rezultatet që duam. Nuk do shijojmë as punën, as pushimet. Kështu që le të punojmë tani dhe të sigurohemi që të kemi sa më shumë listime për janarin. Të punojmë fort edhe këto ditë që na kanë ngelur, që të marrim listimet e reja. Sa prej jush po mendojnë që tashmë për fillimin e vitit të ri që duhet të bëjnë akoma listime? Kush po vazhdon të bëj prospekt? Po ditë përveç Marcelës që na e tha që është fokusuar ke listimet edhe po bën prospekt në 2 zona të caktuara. Lina, përshëndetje, po bëj dhe unë me këndrën e influencës. Shumë mirë. Bravo, Deni. Po bëj dhe unë, kam bërë një form, kam marrë disa ditë shumë të mirë nga një form në rrjetet sociale në Facebook. Ajo në fakt është bërë një form për emigrantët. E kam bërë një agjenci marketingu dhe kam marrë mbi 10 leads. Super. Të lumë disa. Dhe po i kontaktoj të gjithë një nga një. Shumë mirë. Po përdor skripte dhe Sara? Patjetër. Super. Dhe patjetër informative. Shumë mirë. Të lumë. Dhe në MMO kemi 20 mënyra për të bërë prospekt. Pra metoda e MMO-s ka 20 mënyra për të bërë prospekt. Sot po ju tregoj njërin prej tyre që është skripti. Është njëri nga skriptet që ne përdorim për të marrë prona nga klient shitës që kanë publikuar pronën e tyre nëpër rrjetet sociale. Skripti është ky. Përshëndetje. Ku të ndihmoj në njëri nga ju, nga kolegët e coaching, që të bëjmë 2 minuta shpejt të skriptin. Igli, Desara, Gjeni, kush është gati, apo vetëm ta lexoj që ta dëgjojnë të tjerët? S'kemi njëri gati, okay. Atëherë, përshëndetje, unë jam Lirina Xhelili. Pauzë dhe pres një përgjigje. Unë jam profesioniste imobiliare. Pauzë dhe pres përgjigjen. Pas përgjigjes së klientit mund të kthej një përgjigje. Ju jeni pronari i apartamentit 2+1 që shitet në rrugën Don Bosco, po them? Përgjigjen. Shes shtëpi çdo ditë. Presente një përgjigje. Dua të shes dhe tuajën. Pres përgjigje. Le të caktojmë një takim. Dhe i kërkoj një takim klientit dhe i jap 2 alternativa. E rëndësishme është që në këtë skript të jemi ne personi autoritar, pra ta drejtojmë ne klientin. Nëse ne drejtojmë klientin, kemi autoritetin dhe kemi mundësi që të arrijmë të lëmë një takim. Okej, po vazhdojmë më tutje me pyetjet e tjera të radhës. Jemi në dhjetor. Çfarë veprime specifike duhet të bëjmë për të qenë të përgatitur në janar? A kemi një plan veprimesh? A kemi një plan specifik objektivash tonët? Sa listime duhet marrim deri në fund të dhjetorit? Sa takime do kemi kryer deri në fund të dhjetorit? Kush prej jush ka caktuar një plan veprimesh se si do të operoj deri në fund të dhjetorit? Ose një plan specifik të objektivave të vet deri në fund të dhjetorit?
Mos më lini vetëm, se po ndihem vetëm. Do përgjigjet dikush? Gjeni ti ke të përcaktuara, Igli ka të përcaktuara. Unë kam të përcaktuara deri në dhjetor. Përveç kësaj, po punoj me biznes planin janar-mars në kuadër listimesh, follow-up pronat ekzistuese që kam në trajtim aktualisht, pra për vitin 2025. Okej, shumë mirë. Atëherë që të përcaktojmë një plan specifik apo një listë objektivash që duhet të arrijmë, për shembull deri në 30 dhjetor, na shtyn që të kemi edhe rezultate të mira. Mjafton që të themi që duhet marrim sa më shumë listime dhe duhet bëjmë sa më shumë prospekt. Duhet të kemi një plan specifik. Sa listime do marrim deri në fund të dhjetorit. Pra, të veprojmë me objektiva të qarta, duke thënë se deri në fund të dhjetorit do marr 5 listime, 4 listime, 3 listime, ose deri në fund të dhjetorit unë do të kem takuar 20 persona apo 30 persona. Pra, duhet që ti konkretizojmë veprimet tona, jo thjesht të veprojmë, të marrim angazhime dhe përgjegjësi të qarta ndaj objektivave që vendosen. Çfarë objektivash kemi dhe si do t'i arrijmë ato? Po Igli? Një gjë tjetër në lidhje me planin dhe në objektivat, mendoj se është shumë e rëndësishme, është edhe identifikimi i aftësive që duam të kultivojmë, sepse shpeshherë pjesën e aftësive ne nuk e futim në objektivat e planeve tona 3 mujore, 6 mujore apo 1 vjeçare, por që mendoj se është një nga gjërat më të rëndësishme dhe një nga pyetjet më kyçe të paktën që kur më është bërë mua dhe kam reflektuar dhe realisht ka qenë shumë domethënëse, që u sugjeroj edhe kolegëve, është pyetja për shembull, kush është aftësia e cila nëse e kultivon, do të kishte impaktin më të madh në biznesin tënd, në punën tënde. Domethënë këtë hallka që ne kemi të punës, ku është pjesa më rrjedhse e biznesit, ku na humbasin më shumë ujërat e biznesit dhe cila është kjo aftësi që nëse ne këtë aftësi e kultivojmë, do të kishte një super impakt të madh tek pjesa e biznesit. Për shembull, nëse bëj një krahasim, kur fillova punën, unë nuk kam qenë asnjë një shitës i mirë në jetën time, përpara se të merresha me real estate. Dhe gjithmonë bëja të gjitha proceset mi deri në momentin e fundit. Por të bësh një punë 99% në punën tonë dhe në fund të mos konkludosh, pavarësisht të gjithë strapacimeve dhe lodhjeve, në fund puna është zero. Dhe e kuptova që nëse unë nuk domethënë përmirësoj dhe të mjeshtëroj këtë pjesën e 1% në fund, pavarësisht të gjithë lodhjes, të gjithë parakualifikime të gjëra, po në fund nuk mbaron puna, në fund të ardhurat janë zero. Dhe ishte një diçka domethënë e jashtëzakonshme sepse kuptoja që lodhesha shumë, punoja shumë dhe në fund puna nuk bëheshe. Dhe kuptova që kjo është një aftësi e cila nëse kjo aftësi mbyllet, mund të sjellë një super rezultat. Dhe është shumë e rëndësishme për të reflektuar me profilin ton personal. Dhe tek libri i Giuseppe Venturielos është përmendur kjo gjëja, pra ai ka përmbledhur në 4 kuadrate dhe thotë që është sasia, cilësia, efikasiteti dhe eficienca. Pra janë 4 gjëra të ndryshme që janë 4 pilastre që ne duhet patjetër të punojmë mbi këto të 4-ta. Pra, ashtu siç tha dhe Igli, pra është një nga objektivat tonë është edhe të planifikojmë për shembull se ku duhet të punojmë për veten, ku duhet të përmirësohemi, cila është ajo aftësia që ne duhet të përmirësohemi. Herën e kaluar ne folëm edhe për objektivat SMART, si ishin objektivat. Tham që janë SMART, janë specifik, janë të matshëm, janë të arritshëm, do të jenë realist dhe të bazuar sigurisht edhe në një kohë të caktuar. Nëse pas pushimeve nuk kemi asnjë objektiv, për shembull do fillojmë në janar, do fillojmë vitin e ri, do fillojmë të gjejmë justifikime, do themi janari është i ngadalt, është dimër, nuk lëvizet, por në fakt jemi ne ata që ngadalsojmë. Të thuash që kam një plan veprimi pa qenë specifik, se çfarë bëhet fjalë, do të thotë mos kesh në fakt asnjë plan. Pyetja tjetër e radhës është si do të ishte dita jonë ideale dhe sa larg jemi ne prej konceptit të kësaj dite. Analizoni ditën tuaj të sotme. Kush është agenda juaj? Si është e hartuar ajo? Cilat janë hapat që duhet të bëni gjatë ditës së sotme? A keni ndërtuar ndonjëherë në jetën tuaj
në mendjen tuaj një ditë ideale, kush do jetë dita ideale e një agent imobiliar? Si duhet jetë organizuar agenda? E keni pyetur ndonjëherë veten se kush do jetë dita ideale e një agenti imobiliar apo jo? Po. Po. Nëse po, e respekton atë agendën ideale? E di se imagjino këtë ditën ideale, Blerin, që zgjehesh në mëngjes edhe të çajën telefonata nga klientët. Njëri thot, ajde vetëm punon se unë do t'jap 5%, tjetri thot 6%, tjetri thot 7%. Si rasti i Xhenit që na ndodhi dje, që Xheni na çon brëm në darkë në grupin e klientëve coaching të MMO-s, na çon një screenshot që një klient i kishte thënë vetë që unë dua të punoj me 4%. E kishte pyetur Xhenin me sa përqind punon, Xheni kishte thënë me 3%, dhe ai kishte thënë unë do t'jap 4%, vetëm 3 top pronat. E vërtet Xheni apo jo? Xheni? Po, e vërtet. Okej. Atëherë, çdo gjë ka të bëjë me zakonet tona të përditshme. Zakonet ndërtojnë një metodë dhe metoda sjell gjithsigurisht edhe rezultatet e prekshme. Cila është ajo gjëja që ne duhet provojmë që të rritemi profesionalisht? E kemi thënë disa herë edhe në intervistat që kemi bërë në trajnimet e MMO-s, kemi thënë që është ajo vënia e vetes në siklet ose dalja nga zona e komfortit që e kemi shumë problem. Dhe cila është gjëja më e vështirë për të luftuar në kohë, në çdo profesion, sidomos në këtë profesion tonë? Është frika. Është dhe frika e brendshme. Kemi një frikë të tmerrshme, kemi frikë të dalim në terren, bëjmë prospekt, frikë bëjmë telefonata se mos marrim kundërshtime ose refuzime nga klientët. Por ç'a bën? Frika na paralizon, na frenon. Është e lehtë që të luftosh armiqt që ke përballë ndonjëherë, sepse i përgjigjesh direkt, por është shumë e vështirë që ti të luftosh një armik të padukshëm që e ke brenda vetes. Okej, unë po ju tregoj modelin e agendës që kemi neve në MMO, shpejt e shpejt, se na kanë ngel pak minuta në dispozicion. Si është e organizuar, ne në mëngjes merremi me mendsinë, merremi duke lexuar diçka ose duke bërë meditim, pastaj kemi një orar të caktuar për të bërë role play, pastaj kemi takim me kolegët për të shkëmbyer informacionin. Kemi një 3 orë të dedikuar shumë fort vetëm relacioneve, marrëdhënieve, pra me njerëzit të follow-upin, në cilin mund të bëjmë edhe takimet, edhe listimet, edhe shumë aktivitete të tjera që kanë të bëjnë me produktivitetin. Japim kohë vetes në drek për 1 orë e gjysmë pushim dhe rikarikim, dhe më pas nga ora 2:30 deri në orën 6 japim rëndësi gjërave të tjera që janë jo produktive, që mund të jetë marketingu, mund të jetë një pronë apo listimi në një web, apo shkëmbim informacioni me kolegët, apo gjëra të tjera që mund të jenë administrative. Për t'ju treguar pra se kush është dita ideale, si mund të jetë dita ideale. Pyetja tjetër, a pasqyrojnë zakonet tona rezultatet tona? Në sektorin ton nuk ka agent të suksesshëm, mendoj dhe të pasuksesshëm. Ka agent që kanë përvetësuar zakone suksesi dhe agent që nuk i kanë përvetësuar akoma këto zakonet e suksesit. Në këtë epokë në cilën ne po jetojmë, ku teknologjia po ecën me ritme jashtëzakonisht shpejta dhe ju e dini të gjithë, agentët imobiliar mesatar me shumë gjasa pas pak vitesh nuk do i rezistojnë dot tregut. Ndaj duhet gjithmonë që të përmirësohemi, të punojmë çdo ditë, të azhurnohemi çdo ditë, të trajnohemi, të krijojmë sisteme që të punojnë për ne dhe jo e kundërta. Pra jo të punojmë ne për sistemet. Suksesi është shuma e veprimeve që ne përsërisim çdo ditë. Përsëritja është në ana e motivimit. Pra, duke përsëritur ne motivohemi. Nëse ne këto zakone i përsërisim çdo ditë, motivohemi akoma më shumë.
shuma e zakoneve tona të përditshme janë pasqyra e rezultateve tona. Jemi dakord apo jo? Po. Pyetja tjetër për ju. Nëse do keni në dispozicion vetëm 5 vite për të punuar tani. Del Elon Musku dhe thot, nuk do punoni më, do rini gjithë shtëpi, do jap një asistent. Cila të ëndra apo mundësi do të kishit, do me thënë do pendoheshit që nuk i keni ndjekur, apo nuk i keni arritur. Sa për ju që janë penduar për shembull që nuk kanë investuar në një pronë që ju ka kaluar para syve, kanë pas mundësinë për të investuar dhe janë stepur. E kanë ndihmuar në transakcion, kanë bërë transakcionin duke ia dhuruar dikujt tjetër, që e ka bler dikush tjetër me një çmim shumë të mirë. Pra ka fituar vetëm komisionin, por nuk ka arritur që të investojë për veten. Ju ka ndodhur? Po. Iklit ka ndodhur? Po. Atëre. Po, na ka ndodhur. Gjithë na ka ndodhur, po pra. Biznesi dëshiron shpejtësinë. Ne jemi ulur çdo ditë mbi mijëra euro, edhe shpesh herë nuk e vëmë re këtë gjë. Shpesh mendojmë që koha është e pakufishme dhe nuk i japim vlerën e duhur. Prandaj brenda kohës që kemi, duhet të japim maksimumin ton edhe të riskojmë her pas here. Nëse mendojmë që nuk kemi mundësi në atë moment për të investuar tek ajo pronë për shembull që do duam të investojmë, ka alternativa. Ka banka, ka kredi. Mos i leni ëndrat që t'ju ikin. Numrat pa një ëndër nuk kanë pastaj kuptim. Kur ëndrat tuaja janë më të mëdha se sa ato justifikimet që nxjerrim ne, se ato janë justifikime që se bëra dot këtë se s'kisha lek. Gjithçka pastaj bëhet më e thjeshtë. Në fund vetëm ai që përballet gjithmonë me procesin. Suksesi duhet ta dimë të gjithë që nuk ka një datë. Ai përsëritet çdo ditë, nuk ka rëndësi data, se është janar, se është dhjetor, se është mars, se është qershor. Suksesi duhet përsëritur çdo ditë dhe të gjitha ato aktivitetet, veprimet, zakonet që bëjmë ne, duhet të jenë çdo ditë dhe duhet të jenë të suksesshme, pra zakonet të suksesshme. Dhe po i mbyll me këtë, nuk ka arritje profesionale pa ambicie. Sekreti është të mos kënaqesh kurrë me rezultatet e arritura, por të shikosh përpara me dëshirën për të përmirësuar çdo ditë. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Shpresoj të t'ju kem bërë të reflektoni pak sot. Edhe ju presim të mërkurën e ardhshme me trajnimin e ardhshëm që do të jetë Igli. Jo, është Jonida, javën tjetër. Është Jonida herës tjetër. Okej, ngatrova. Jonida herës tjetër se ne do jemi në Itali. Po. Verina, shumë faleminderit. Të lutem kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi që ishim bashkë sot, kështu që shihemi herën tjetër. Faleminderit Verina. Faleminderit. Të lutem, mirupafshim, shihemi herën tjetër. Mirupafshim. Faleminderit Verina.